Çfarë makine mund të blesh me 10.000 euro? Deri tani ju thash çfarë mos të blini dhe ndoshta ju kam trembur pak, por e di pyetjen që keni në kokë. O vlla, unë kam 10.000 euro të kursyera me gjak dhe me djers dhe po kërkoj të blej një makinë që ta bëj gjumin rehat dhe mos të bëhem shoku i ngushtë i mekanikut. Nëse nuk do të dukesh si bos i rrem që të mbetet makina në mes rrugës, por të duhet një mjet që të shërbej ty dhe jo ti mjetit, kam dy emra që në Shqipëri nuk janë thjesht makina, por për mendimin tim personal janë institucion. Mushka e hekurt, Toyota RAV4 ose Avensis me motorët 2 mish ose 2.2 D4D, pra është mbretëresha e besueshmërisë. Toyota, specifikisht RAV4 e viteve 2010-2014. Dhe pse pikërisht kjo? Sepse Toyota nuk e njeh fjalën defekt. Inxhinierët japonez janë të vetmit që nuk kanë bërë kompromis me cilësinë për hir të dizajnit. Ata nuk duan t'ju shesin drita shumë ngjyrëshe, duan t'ju shesin një motor që bën të paktën 500.000 km pa u hapur fare. Mund të mos ketë ekranin më të madh që kanë makinat e tjera, apo atë ambient lightin që ndryshon ngjyrat sikur të duket vetja sikur je në diskotek, por kjo është një nga makinat që ndizet edhe në temperatura -20 grad në Vermosh dhe të çon pa frikë dhe pa u djersitur fare deri në Sarandë. Shumë njerëz thonë që pjesët e Toyotës janë të shtrenjta. Në fakt po, është e vërtet, por pyetja është sa shpesh të duhet ty që t'i blesh ato pjesë, ndërkohë që shoku yt me një makinë tjetër shkon tek mekaniku çdo muaj për të ndruar pjesë të lira dhe ti shkon te Toyota vetëm për vaj filtra një herë në vit. Është makina për ata persona që thonë unë kam punë, nuk kam kohë të merrem me servicin. Me Toyotan ti blen kohën tënde mbrapsht. Tjetra është legjenda gjermane, Audi A4 B8.5 ose Volkswagen Passat me motor 2 mish TDI. Nëse nuk e tradhton dot shpirtin gjerman, atëherë zgjedhja e vetme është grupi VAG, por me motorin 2 mish TDI Camon Rail. Përpara se t'ju them pse, po ju shpjegoj se sot grupi VAG është Volkswagen Auto Group që përfshin një platformë të tërë gjermane me motor të njëjtë, pjesë të përbashkëta dhe teknologji të provuar më parë. Këtu bëjmë pjesë edhe markat si Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, Bentley, Lamborghini, por edhe Porsche. Ju pëlqyen këto të fundit, jam i sigurt. Ndërsa motori Camon Rail është sistemi modern i injektimit të naftës, pra injektor më modern dhe më pak problematik. Pse ky? Sepse ky është motori që rregulloi të gjitha gabimet e tmerrshme të makinave paraardhëse, sidomos atyre me pompë nafte që janë nxiu jetën atij të shkretit që shkonte për ditë në servis. Me 10.000 euro ti gjen një model të mirëmbajtur si Audi A4, pra B8.5, facelift madje, ose një Passat B7 që harxhon më pak ose aty tek 5 litra karburant në autostradë. Pjesët e këmbimit i gjen edhe tek farmacia përballë. Çdo mekanik në Shqipëri, nga Hani Hotit, meqense përmendëm Vermoshin, deri në Konispol, ditë i rregulloi këto makina me sy mbyllur. Dhe një nga pikat më të forta të kësaj që po ju them tani është vlera e rishitjes. Nëse sot ti blen një makinë të tillë me një çmim prej 10.000 eurosh dhe vendos ta shesësh pas 3 vitesh, ja merr përsëri ato lek. Ndoshta i merr 8 apo 9.000 euro, sepse shqiptari vdes për një gjermane të saktë. Është tamam si të kesh një pasuri në valutë dhe jo një makinë që e blen me kilometra zero, pra 0 dhe nuk e shet dot,
as të nesërmen aq sa ti e ke bler. Dhe tani dua t'ju jap një tjetër këshill të drejtë për drejtë, pasi kam vënë re diçka shumë domethënëse tek konsumatorët shqiptar. Dhe këtë konsiderojeni si këshillën time të artë, sepse kështu mundohem ta quaj unë, si rregulli i 2000 eurove ose ndoshta edhe 1500 eurove, por nuk ka rëndësi shifra se sa logjika që unë përdor. Në fakt, kur unë vendosa të shes makinën time e cila vlente rreth 5000 euro, më mori blerësi i mundshëm ose dikush që kërkonte ta blinte makinën dhe pa e parë fare makinën, pa vetëm njoftimin, më mori në telefon dhe më tha: "O vlla, a të vi ta marr, ma jep për 4000 euro se unë vi që nesër dhe ta blej makinën." Sepse, të jemi sinqert, ta kam 3000 euro, do marr 500 euro borxh tek një i afërmi im dhe nesër më kalon dhe rroga, kështu që i bëj fiks 4000 euro dhe nuk kam as 100 dark më shumë. Ndaj mbajeni mend këtë që do ju them tani, sepse është shumë e rëndësishme, më e rëndësishme se sa edhe vetë makina që ti po mendon të blesh. Nëse ti realisht, për shembull, ke 10.000 euro në xhep, nuk do të këshilloja kurrë që të blije një makinë që kushton 10.000 euro, por gjej diçka që kushton të paktën 8.000 euro dhe 2.000 euro i ke në xhep për ndonjë rast urgjent apo për ndonjë problem që mund të shfaqë makina. Pse? Sepse sa po ta marrësh makinën, ti do zbulosh diçka që shitsi nuk ta ka thënë më përpara. Ndoshta duhet ndruar ripi i fazës mbase pompa ujit rrjedh ose të duhet të bësh një larje të filtrit partikular dhe ti me ato 2000 euro ke mundësi që ti bësh shërbimet makinës tënde dhe unë nuk po them që ta kthesh në zero, por mund t'i japësh më shumë siguri vetes tënde dhe familjes tënde në rrugët që ti po ecën me këtë makinë të re që po blen. Dhe diçka tjetër që ka të bëjë me sigurinë tuaj përsëri, mos ecni me goma fushë të ngrëna, të cilat edhe pse makina ka ardhur nga jashtë, po edhe jashtë konsumohen gomat. Pasi 4 goma të reja kushtojnë 500 deri në 600 euro dhe ato janë ato që ju shpëtojnë juve në kthesat e llogaras apo edhe në rrugët e ngrira dhe të shtruara me dëbor në Shqipëri. Nuk ka gjë më të keqe se sa të blesh një makinë me lekët e bugës së gojës dhe të rish me frikën se mos po të digjet një lampë dhe s'ke lek ta ndërrosh. Një njeri që ngjet një makinë 8.000 euroshe, por e ka akull teknikisht, është 100 herë më bos se sa ai që ka një makinë 20.000 euroshe me çekun e motorit të ndezur. Kjo ishte lista ime, tani e di që ka shumë prej jush që do thonë po Golfi 6, po Mercedes C-klasi, janë makina shumë të mira, po, nuk e moj dot. Por, unë sot zgjodha ato që sipas statistikave dhe rrugëve tona nuk të tradhtojnë kurrë. Më shkruani në koment modelin që ju ka bërë mbi 300.000 kilometra pa ju kërkuar asgjë tjetër përveç se naftës dhe ujit të fshirseve të xhamit. Le të krijojmë kështu një listë me komentin, një listë me komente pra me makinat që vdesin vetëm kur ju vendosni t'i dërgoni për scrap, por jo kur ato ju lënë në rrugë. Faleminderit që më ndiqni dhe ju lë takim në videon e ardhshme.